73 e sipërfaqes së tokës është e mbuluar me ujë. Mbi 70 e trupit të njeriut gjithashtu është ujë. Asgjë në tokë nuk mund të jetojë pa ujë. Megjithatë, këto ditë, toka, planeti i ujit, vuan nga mungesa e ujit për shkak të thatësirave të rënda të zgjatura. Është një shenjë paralajmëruese për mbijetesën e njerëzimit. Nëse humbasim 5 të ujit në trupin ton, bjem në koma. Nëse humbasim mbi 10 të ujit, ne do të vdesim. Uji është burimi i jetës. Në të njëjtën mënyrë, nëse shpirtrat tanë nuk pajisen me ujin e jetës, fjalën e Perëndis, ne do të vuajmë nga etja shpirtërore dhe do të vdesim në fund. Tani, e gjithë bota po vuan nga thatësira shpirtërore. Në Evropë, vetëm pak njerëz shkojnë në kishë dhe kishat e tyre përdoren për qëllime të tjera. Në Amerikë, kishat stimulojnë besimtarët me metoda vizuale dhe me adrenalin të lartë. Pse njerëzit largohen nga kishat, edhe pse janë të etur? Kjo është sepse kishat nuk u japin atyre ujin e jetës. Në epokën e etjes shpirtërore, Bibla thotë se fryma dhe nusja na japin ujin e jetës. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja. Dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Disa udhëheqës të krishterë këmbëngulin se nusja është kisha ose besimtarët. Besimtarët që vuajnë nga thatësira shpirtërore, duke mos qenë në gjendje të dëgjojnë fjalën e Perëndis, apo kisha që është organizata e tyre, nuk mund të japin ujin e jetës. 2000 vjet më parë, kur njerëzimi vuante nga thatësira shpirtërore, ishte Perëndia në mish ai që u dha atyre ujin e jetës. Bibla profetizon se edhe në ditët e sotme, Perëndia vjen në mish dhe na jep ujin e jetës, ashtu si 2000 vjet më parë. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja, dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje, le të vi, dhe ai që do, le të marrë si dhuratë ujin e jetës. Sipas Trinitetit, fryma i referohet Perëndis atë. Atëherë, kush është nusja e Perëndis atë? Bibla na thotë se nusja është Jerusalemi qiellor dhe se ajo është nëna jonë. Në mënyrë që njerëzimi të dëgjojë fjalën e jetës, në çfarë forme duhet të vijë Perëndia nën? Ashtu si Perëndia atë erdhi në ngjashmëri me njeriun për të na dhënë ujin e jetës 2000 vjet më parë. Në këtë epokë, Perëndia nën ka ardhur në ngjashmëri me njeriun dhe ajo po na jep ujin e jetës. Vetëm Perëndia mund të jap ujin e jetës, fjala e Perëndis që ringjall shpirtrat, në epokën e Atit, të Birit dhe tani të fryma e shenjtë.